Sa i përket fesës zyrtare është e para punës që po zyrtarisht duhet komunikohet, partitë politike janë qofshin ato pozitë ose në opozitë janë institucione të rëndësishme të këtij vendi dhe duhet komunikohen në mënyrë institucionale, pra zyrtare, por e dyta që do duhet ishte po ashtu e rëndësishme është që të ketë një përmbajtje vërtet, një propozim në ato biseda, jo të bisedohet 2 orë, 3 orë dhe pastaj thuhet jo është sekret, çka ka sekrete aty, për një marrëveshje qoftë bilaterale mes 2 partive, qoftë trilaterale ose 4-laterale mes 3-4 partive, për një kandidat ose më shumë kandidat, por nuk ka kur gjë aty sekrete dhe nuk do duhet të kishte. Çfarë është kjo kështu, mënyra e komunikimit. Pra, me të drejtë, kërkohet edhe një arsye pse kërkohet nga Partia Demokratike e Kosovës që të ketë një substancë në propozim, në atë propozim ftesë, çfarë do qoftë ofertë, ex officio zyrtare dhe me shkrim, ex scribere, në mënyrë që organet përkatëse, në këtë rast kryesia, qoftë nevoja sipas statutit edhe Këshilli Qendror ose Këshilli Nacional, varësisht si e quajnë partitë politike